Hapet aplikimi për subvencionim të energjisë elektrike për familjet e cënueshme. Ministria e Financave ka njoftuar se nga sot qytetarët mund të aplikojnë për subvencionim të energjisë përmes platformës e-Kosova. Ata kanë bërë të ditur se familjet që kanë aplikuar vitin e kaluar nuk kanë nevojë të riaplikojnë, pasi thënë se të dhënat e tyre janë bartur automatikisht për vitin 2025. Megjithatë, nëse keni ndryshuar ndonjë informacion si numri antarëve të familjes, vendbanimi apo njësori elektrik, ato mund t'i përditësoni lehtësisht në të njëjtin formular duke bërë ndryshimet dhe më pas duke klikuar aplika, thuhet në sqarimet që i ka bërë kjo ministri sa i përket këtij aplikimi. Ministria e Financave thotë se ky program synon të mbështesë familjet më të cënueshme gjatë stinës së dimrit për të lehtësuar përballjen me shpenzimet e energjisë elektrike. Ministria e Financave i ka bërë të ditura kriteret për qytetarët që duan të jenë përfitues të këtij programi. Kriteret kryesore të përfitimit janë se duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës, të kenë të ardhura deri në 150 euro për antar dhe pasuri të paluajtshme deri në 100.000 euro, thot Ministria e Financave. Po ashtu kanë bërë të ditur se subvencioni realizohet sipas formulës së përllogëritjes, e cila është bazuar në të ardhurat mesatare të familjes dhe lartësisë faturës së energjisë elektrike për muajin përkatës. Aplikimi mbetet i hapur për 6 muaj, por i ftojmë të gjithë aplikuesit të rinj dhe ata të vitit të kaluar që kanë ndryshime në të dhënat e tyre që të aplikojnë në muajin tetor, pasi pagesat e tyre në mënyrë retroaktive nuk do të realizohen, thuhet në njoftimin që ka shpërndarë Ministria e Financave lidhur me hapjen e aplikimit për programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cënueshëm të energjisë elektrike 2025-2026.